Për sa i përket zekatit më pas, kjo është një obligim për të pasurit, të cilët nga Ramazani që ka kaluar, një vit të plot kalendarik. Nëse në Ramazanin që kanë kaluar kanë pasur kursyer, e kanë përcaktuar 8.400.000 lekë të vjetra. I kanë pasur dhe deri në këtë Ramazan i kanë përsëri ato para apo më shumë se kaq, do të thotë ato konsiderohen të pasur dhe japin 2.5% të kësaj pasurie që atyre i ka mbetur e kursyer, duke hequr të gjitha borxhet edhe çdo nevojë që njeriu ka për vetë dhe për familjen e tij. Ky duke qenë se konsiderohet i pasur, shkon dhe 2.5% pasurisë së tij ja jep të varfëra. Dhe shohim që në muajin e Ramazanit dimensioni social i tij shtrihet shumë gjërë në shoqëri. Besimtarët janë më të ndjeshëm, të cilët me këto mundësi që Zoti atyre i ka dhënë prej pasurisë së tyre, shkojnë dhe ndajnë me të tjerët.